Mbrëmja nuk kishte se si të ëmbëlsoj më shumë se kaq, bebushja e adhurueshme Luna Mari Eli sapo u ka dhuruar të gjithëve shumë dashuri dhe shumë ëmbëlsi. Ajo ka reaguar për herë të parë për këngën e re të babit të saj Luis Eli, i cili sot publikoi bashkëpunimin muzikor me Fifin. Vogëlushja e adhurueshme Luna Mari është kthyer në qendër të vëmendjes me një moment sa të bukur aq edhe emocional. Ka qenë moderatorja bukuroshe Kiara Tito, e cila ndau me ndjekësit e saj në Instagram një video ku vogëlushja shfaqet e magjepsur para televizorit, duke parë me vëmendje një videoklip të babait të saj. Kiara e ka shoqëruar videon ku shfaqet Luna duke parë nga televizori videoklipin e këngës së re me një mbishkrim ku thotë: "Po Luna që nuk po ja ndan syt babit." Në fund Kiara e ka mbyllur me një zemër të kuqe, duke treguar sa i veçantë është ky moment për ta. Në video, Luna Mari duket e përqendruar, e veshur me një pijame të butë me dizajn të ëmbël, ndërsa sytë e saj të pastër dhe plot kuriozitet qëndrojnë të ngulitur tek ekrani, ku babi i saj i shtrenjtë Luis Eli shfaqet duke performuar. Gjestet e saj të pafajshme dhe mimika e fytyrës e bëjnë këtë moment akoma më të dashur për fansat, të cilët kanë shpërthyer në komente të mbushura me dashuri për të. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e saj kanë reaguar menjëherë por sa e kanë parë këtë video. Ky moment i thjesht, por kaq domethënës, tregon edhe një herë se sa i pranishëm është Luisi në jetën e vogëlushës së tij, edhe kur ai ndodhet në ekran. Nuk është çudi që Luna, ndonse e vogël, tashmë ka filluar të dallojë figurën e babait të saj dhe ta shoh atë me një admirim të veçantë. Përmes kësaj videoje, ajo jo vetëm që ka shkëlqyer si një vogëlushe e ëmbël, por ka prekur zemrat e të gjithë atyre që e ndjekin rrugëtimin e tyre si familje. Me sa duket, Luna jo vetëm që është trashëgimtarja e buzëqeshjes së bukur të prindërve të saj, por ndoshta në të ardhmen do të trashëgojë edhe pasionin për muzikën të Luisit. Mënyra se si ajo e shikon babin e saj të mbush shpirtin me shumë dashuri dhe emocione të bukura. Ndërkohë, ndjekësit presin me padurim më shumë momente të ëmbla nga kjo familje e dashur, e cila vazhdon të ndajë copëza të jetës së tyre me publikun, duke dhuruar emocione dhe dashuri të bukur. Kushdo që po e sheh videon e publikuar nga moderatorja bukuroshe Kiara Tito nuk po ngopet. Të gjithë janë duke adhuruar momentin e ëmbël që Kiara ka publikuar para pak.